Sot është larguar shtylla elektrike në rrugën Agim Shala në tranzitin e ri, e cila prej kohësh ishte bërë pengesë për qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe automjetëve. I pranishëm në këtë ngjarje ishte kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj me bashkëpunëtorët e tij, i cili në një fjalë rasti u shpreh se pas përfundimit të punëve teknike, kjo shtyllë më në fund po largohet, ku është një lehtësim i madh për banorët e kësaj lagjeje dhe jo vetëm. Sepse mendojmë se pa marrë parasysh sa ne mendojmë që kemi punu mirë, Prizreni gjithmonë ka nevojë për më tepër, edhe ne do të vazhdojmë të ofrojmë më tepër për qytetarët e territorit të komunës Prizreni. Kjo është një pjesë shumë e vogël që bëshihet këto, po pengesa kryesore ka qenë mas pari shtëpia, që besoj që e dini, po shtëpia është largu në fillim të vitit 2023, e kjo shtyllë ka mbetë më gjatë sa që ne kemi planifikuar. Momentin kur largohet shtylla, kjo pjesë tjetër e punës është shumë punë e vogël, edhe mëna 2-3 dite, edhe drejtori na konfirmon mëna 2-3 dite largohet kjo punë dhe pastaj rruga bëhet më e sigurt, edhe me mundësi të lëvizjes më të shpejt prej një ane në anën tjetër. Ndërkaq, drejtori i shërbimeve publike, Qelamaj, sqaroi se procesi kishte hasur në disa vonesa administrative, por që kësaj procedure sot i erdhi fundi duke hequr këtë shtyllë që pengonte qarkullimin e lirë të automjetëve. Po, faktikisht edhe në premtim i zotit Totaj veç po realizohet, ka qenë një procedurë të themi më shumë administrative, cila ka pas një zgjatje pak më tepër se sa ne si drejtori që kemi mendu, po është më rëndësi që sot kjo shtyllë po hiqet. Në këtë rast nuk është vetëm kjo shtyllë në tranzitin e ri që i thojmë ne, po janë edhe 8 shtylla tjera pensionit nën, cilët kanë rreziku, mund të themi lirisht, edhe banorët të cilët kanë kalu këto telat të tensionit 35 kV, kështu që është edhe një prej projekteve unë mendoj shumë të rëndësishme të cilët po i realizon komuna e Prizrenit. Kështu që sa i përket atë kësaj grupe dhe kryetari javësarë që mbrenda 2 ditë të thonë mundi më ardhe mundi më gjetë se kjo rrugë është plotësisht në funksion. Ndryshe nga këto punime u bllokua rruga për në lagjën Arbana, qysh nga dita e njëjtë, pasi u largua dhe tensioni elektrik nga kjo shtyllë. Gjithashtu premtua se pjesa e mbetur e pa asfaltuar do të rregullohet brenda pak ditësh që qarkullimi të jetë pa pengesa.